Vedat Muriqi ka shënuar sërish në La Liga. Sulmuesi i Kosovës realizoi me kokë në fitoren 3-1 ndaj Elches në kuadër të javës së 16 të kampionatit spanjoll. Vedat Muriqi po kalon në një formë të jashtëzakonshme këtë sezon. Për Muriqin ky ishte goli i tij i 9 në këtë edicion në La Liga në 15 ndeshje të zhvilluara. Me këtë fitore Mallorca shkon në kuotën e 17 pikëve dhe aktualisht mban vendin e 14 në renditje. Në mesjavë, Mallorca Muriqi do të luajë në Kupën e Mbretit ndaj Deportivo La Coruña në transfert para se të rikthehet në La Liga me duelin ndaj Valencias. Ylli i Kosovës Vedat Muriqi ka dhuruar një tjetër paraqitje fantastike në Spanjë, këtë herë ndaj Osasunës, qendër sulmuesi shënoi 2 gola në barazimin 2-2 për t'ia fituar një pikë Mallorcës. Në fakt, Mallorca ishte në epërsi me 2 golat e Muriqit në minutat e 62 dhe 66, por që posuan 2 gola në fund, kësaj epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 2-2. Sofascore e vlerësoi Prizrenasin si më të mirin e ndeshjes me notën 9.2, ku përpos golit fitoi 11 duele nga 16 të tentuara, si dhe fitoi 6 herë faull brenda lojës. Tani Muriqi është gëlshënuesi i dytë më i mirë në La Liga me 8 gola të shënuar, aq sa ka Robert Lewandowski Barcelonës, ndërsa pozitën e parë e mban Kylian Mbappé me 13 gola.